Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit një bërek me mesh për iftar, normal për përgatiti për veti, por kjo video shkon receta ekstra për ju e mota që më keni shënu për në Instagram. Neri postona një recetë të shpejt për iftar, sepse po punona me orarë të gjatë dhe kur po vina s'po dina që në përgatit shpejt e shpejt. Kështu që për ju e vlen, mas pari mota të dashura, bismillah, e ka verdis një 700 gram me mesh të lopës ose të viçit, 4 qepi grinit mdoja kogja, një lugë të gjellës me veget, një lugë të mesme jo plot me biber të zi. E leni mishin amash. Mandej, na nevojiten 300 ml ujë të ngrohtë, pak vaj, si dhe pak krip e shtojna tek ujë. Në anën tjetër 470 gram peta të baklavës. Kush po shifni? Këto premeni petat e baklavës, 470 gram. Edhe i prejna kështu në mes, të në fund, gjysmen pro i lojna për fundi, gjysmen për mi, e shefre tashti, bismillah, fillojna me përgatitjen. Tashti furrën e kemi lëshu me udhëzën temperaturë 230 gradë, tepsin e gjomit e kemi ly me gjalp. Petat i kemi nda pra në mes. Tashti i morën petat. E renditjen pra. Në anën tjetër tek ujë ngrohtë qesim pak vaj, pak krip, edhe i përsine të gjithë të petat. Tash morrim ujnë me vaj, që kemi përzidhur pak krip, edhe i stërpikum shtuar petat. Një 4 i kom qiqë tashti. Rapis për stërpikum pra kështu me vajën e ujnë. Morëm mishin tashti. E kemi qitë edhe mishin, e renditim, tashti morëm peta tjera. Ka 4, ka 5, pra e qesim, edhe një ren mish pra, në 2 rena. Prapë morim mishin. Tash e kemi qitë rendin e dytë mishit, i renditin prapë petat.
shpetat e fundit i renditim. Prap I largu me ujin, vajin edhe krimen. Me njëherë e fusim tepsinë në furrën e nxehur, temperaturë 230 gradë. Ka qoshet I largu mirë pa me vaj, siç po shihni, krejt lagta me qenë. Edhe me njëherë fusim tepsinë në furrën e nxehur. E kemi pjek edhe burekun, e kemi kthy tash në anën tjetër për 30 minuta, e kemi pjek, pra tash e morëm një thik, edhe e shihni vetë se si duket ka brenda. Bismillah, tash ti e bojna flerjet. Rëk. Edhe plot mish, ta mën burek që shki qef vet, edhe mbushën ja bën që shki qef vet, pra. E prejna edhe një herë këtu mes, edhe mire na bet mirë, juve po ashtu motrat e dashura nëse e provoni do bindeni vet për shijen që ka edhe përgatitet, pra shumë shpejt. Allah na pranoft agjërimin, lutjet tona e deri në recetën e radhës nga kuzhina. Njeri të them, miru pofshim.